Mirë mëngjes, dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Klaudia, duke shkuar në punë. Sa kisha pa e thënë këtë, ju që nuk më njihni, jam Klaudia, sepse këtë prezentimin kështu kisha kohë që nuk e bëja. I ka marrë si të mirëqenia të gjitha tani. Sigur jeni ju gjithmonë të njëjtë këtu, por që po mësohemi kështu, jemi bërë një familje. Unë jam duke shkuar në punë, që me siguri e keni parë në vlogun e fundit, dhe thash ta nisja direkt. Të është ditë e premte dhe mendoj sot se nuk do ketë shumë fëmijë tek puna, duke qenë se kanë qenë goxha ditë pushim. Edhe nuk mendoj se do ketë shumë, por gjithsesi jemi në punë sot, jemi në krye të detyrës. Kur të vi në shtëpi sot, nuk e di se çfarë planesh do bëjmë konkretisht. Dëshirë kishim të shkonim tek një ferm, nuk e di nëse do shkojmë apo jo, sepse ne shohim gjithmonë si janë fëmijët, si është situata, është vap, s'është vap, se ka qenë edhe goxha vap këto ditë. Kështu që janë kaq ditë të bukura si verë, nuk keni iden sa bukur që është. Duke u përshtatur atyre, do shohim se çfarë do bëjmë. Gjithsesi na ka ftuar te kjo komshia për të luajtur me fëmijët. Nëse nuk shkojmë atje, do të shkojmë atje. Një nga të dyja. Plus unë kisha qef në fakt të shkoja tek Aksioni, të blija disa gjëra që më duheshin për shtëpinë. Ta rregulloja disi, ju kam thënë që nuk dua të blej më as mobilje, as edhe një lloj gjëje të harxhoje të shpenzoj për shtëpinë, por që dua të blej disa gjëra që të duket pak vend i bukur dhe i rahatshëm. Pat në videon e kaluar nuk pjesën e sallonit nuk bëra asnjë ndryshim, por do të bëjmë tani ndryshim, pra nuk u mora fare le të themi me sallonin, por do bëj tani disa ndryshime. Dua të blej një tavolinë mesi pak më të lezetshme. Dua të blej një nga ato komodinat që mban televizorin, pak më të lezetshme dhe atë. Kam dëshirë që ta marr atë stilin skandinav, të gjitha me stilin skandinav, edhe nuk e di se çfarë do bëj. Tapet nuk dua të blej më për momentin, se boll kam bler, mirë është ai që kemi, nuk e di, po ma dha truri mund të blej në një. Me thënë do bëjmë disa ndryshime të vogla në salon për të duk pak këndshëm. Një tjetër që unë duhet të bëj, jo se dua, është të lyej, sepse e kam bërë fëmijët, në ku fokusohet, po, e kam bërë fëmijët komplet pis, me ngjyra, me vizatime, me ku diun, çdo gjë tjetër që prekin edhe mbajnë për duar, kështu që nuk duket as këndshëm për syrin, edhe plus pse të rri ashtu. Do t'i fus një të lyer, kam qef të bëj disa piktura të lezetshme. Nuk e di se çfarë do bëj po apo jo, por edhe mund t'i bëj. Kështu që po, them të bëj disa ndryshime sepse unë kam lënë pauzë këtë gjë, edhe komplet mobilimin fakt e lam në pauzë, duke qenë se fëmijët kanë shkatruar pothuajse të gjitha dhe është e pamundur sado që të kujdesesh, është e pamundur, se ata janë shumë të vegjël. Edhe hiq kajnë, se kajnë nuk bën, po ata të vegjlit, do mos mi ke njëherë, është të mërshme. Kështu që keq se janë si lekë të hedhur atëm, por një ndryshim të vogël sa për të ndjerë kështu rifreskim. Këto kanë qenë ditë kaq të bukura. Hati, po të regonë ushqimin. Aj. Ne po bëhemi gati, sepse sot do ikim në ferm. Mirëmëngjes, si thash mirëmëngjes. Po, gjamër. Tani jemi futur në makinë, po bëhemi gati dhe do ikim të blejmë disa gjëra të mira, të shohim kafshët, o shpirt. Jo të ajo që ishim herën e kaluar, sepse ajo kishte kështu më shumë shpende dhe gjëra, por do ikim te kjo tjetra që ka edhe kafshë shtëpiake. Edhe kështu që do shohim aty lopën, delet e kështu gjërash. Gjithsesi dihet që dhe kalët. Edhe kalë. Okej, që jemi pak më vonë. Einer gründlichen und unabhängigen
Teknologi. Så är den kugel. Nuk ka jeta. Tani erdhëm tek një ferm tjetër që të shohim kafshët. Të shohim kafshët në Alamiti. Atje nuk ishte shumë. Nuk ishte mama. Erdhëm në një ferm tjetër tani që të shohim fëmijët kafshët, sepse atje ku blem disa gjëra që do t'ju tregoj pastaj gjysmat e hëngrën rrugës. Atje nuk ishte shumë gjëra, kështu kishte një acapo do të kaloj nga ana tjetër e rrugës, edhe nuk e di kujt i përkista pron, kështu që nuk shkuam atje. E tani erdhëm këtu te kjo ferma, tu ka pafund, më thënë mjafton të shkruani aty. Kudo që jeni në çdo vend, se pak këtu në Gjermani ka pafund, po këtu ku jemi ne njëherë ka shumë. Edhe po kemi ardhur këtu te kjo. Do shohim fëmijët do kënaqen se mbarojnë për kafshë, do mos kalvin kafshëristi. Edhe do nuk e di, do ham ndonjë gjë këtu, do pim ndonjë gjë, pastaj do ikim. Një poni, poni. Një poni vogël, shihni sa poni bukur që është këtu. S'pat asnjë pon as vegu. Sa dëshirë kam edhe unë të kem një herë një shtëpi në mes të fshatit, edhe të mund të mbjell gjëra, të kem kështu ndonjë tek tuk pol, ndonjë kafshë të vogël. Edhe nuk e di, e kam ëndër. Ajo do jetë, ndoshta do e bëj një ditë kur fëmijët janë rritur, por do ishte mirë ta kishim tani. Është vërtet shumë bukur. Sa bukur këtu. Sa po them tani për hyrjen, paguam 37 euro të gjithë në total, si fisje. Si fisje jemi, se jemi aq shumë. Sa bukur, shihni këtu sa shumë gomerë në gjëra ka. Jan, aber Në përgjithësi pas ka gomerë. Das sieht verkloppt werden. Genau, weil du schon erkannt bist. Ne? Ja? Kam shirë dorën që me lëpia u kali. Pela. Pa hajto. Hajde. Me këtë ritëm që ka Bjondi, nesër mbërrim destinacion. Tani mbarova fare, unë këputi një lule më tha mua na. O Miki, e kishe marrë për mamin? Është shpirt. Na, ma je po jeta i më vogël. Gjemël, hajde, o ma që i mirë që jeti. Bishti? Bishti lules? Shikon. Huevole post. Ja, shoqe mamit. Ai, shoqe mamit. Daar had ik knopje aan. Kan ik met de weitermachen? Kom weiter, kijk. Kom, kijk. Dat is een vliegtuig. Ga door in bas. Gjënë është këtu ngam këto sipër nuk mullet një. Miki, der größte. Bravo! Miki,
Një është me tokën bëhet Ivi, aq i rënd është. Ivi! Se shumë Bambi. Wow, gjithë ato Bambi. Sa drera të bukur. Me. Das ist ein Albino-Ochs. Dieses Tier ist Gjemër ime, kemi ndaluar si gjithmonë se do marrin Ivi disa gjëra aty dhe normalisht mi ke zgjidhet edhe shkon tek vendi i Ivit. Se është shoferi ju një vogël. Po ju tregoj me vrap të gjërat që mora aty se do t'i gatuaj, se i bëm gati ekstra rrugës për t'i gatuar. Tani këto janë qofte. Gjithashtu morëm dhe një pulë të gjithë fshati që duket që shumë e mirë. Mora gjithashtu edhe pak prosciutto pule. Mja shpirt. Po që duke që janë shumë të mira, tani ta provojmë këtë kur ta gatuajmë. Gjithashtu morëm edhe vezë fshati, shihni janë ende pis, sa të lezetshme. Kishte shumë gjëra të lezetshme, por që ne morëm disa që ti provojmë. Hajde! Bide një. Po vdes për ty, moj. Bide një. Po ju bëj tani një shkëputje shumë të vogël, po e një super produkt dhe kur them super produkt me u të zgjatur, është vërtet super produkt. Sepse jo tjetër por ju e njihni tashmë si firmë. Nuk e di nëse e mbani mend të gjitha produktet nga FlexiSpot që ju ka treguar, që janë këto duqet, le themi, që vendosen në shtëpi, që kanë një cilësi super mega të mirë dhe janë thjesht të bukura estetikisht, këto e kanë 10 nga 10, por janë edhe shumë funksionale, nëse i mbani mend të dy ata që unë ju kam treguar në videot në Instagram. Dhe mua sot në fakt më ka ardhur një gjë që e super doja, sepse është fjalë super e dëgjuat shumë herë, do të çoni shumë herë, sepse është shumë funksionale për mua tani që Kalvin shkon në shkollë, madje do ta kisha marrë edhe më herët, dhe i duhet me patjetër një tavolinë studimi apo tavolinë zyre që ju duhet të gjithë ju që punoni me kompjuter apo siç thash fëmijët nga shtëpia, sepse është elektrike, edhe mund ta lvizni ta bëni në çdo lloj pozicioni që doni ju, por pa humbur kohë do ja u tregoj. Është më e madhe se unë, është më e madhe se unë në fakt, është këtu kemi një firmë nga FlexiSpot që unë një thje, ka shumë për masa, unë ka marrë një të vogël, edhe ngjyrat i vendosni ju si të doni, drurin e ka fantastik, por do ja u hap t'ja u tregoj. E hapa, ishte goxha mirë e mbyllur në fakt, edhe kjo është ngjyra që un kam zgjedhur. Ta zgjidhni ngjyrën si të doni ju, si t'ju përshtatet ju me arredimin e shtëpisë suaj, edhe ngjyrën e këmbëve zgjidhni si doni ju. Do ta ka një cilësi shumë të mirë dhe për këtë arsye është goxha e rëndë, le të themi. Siç thash, më mirë kështu sepse edhe nuk prishet, edhe nuk rrëzohet nga fëmijët. Shihni sa të mire ka këtë pjesën këtu, nuk e ka komplet njësh, do me thënë drejt, por e ka kështu si të harkuar ose të lakuar. Pak orë më vonë këtu, sepse u mora me disa gjërat të tjera, që duhet i bëja me një herë. Duhet të merr një këmbët që i kisha vendosur poshtë, dhe u mora me disa gjëra, thash okay, po e bëj pak më vonë. Po të shpalindoj edhe këto këmbët, që pas ka vjen të gjitha, dhe kemi këtu dhe manualin. Hapi parë, do vështoj këtë pjesën këtu.
vetë këtë gjën kështu që të mbledhësh këto, që ti mbledhësh edhe të mos duken keq, domethënë mos të shpërndahen. Ta tani të gjitha këtu brenda I kapa me ato litarin që ju tregova ju, edhe tani pap e mbyllim me këtë gjën me magnet. Ashtu ka edhe këtë, që është po nga Flexi Spot, që ngjitet këtu, hiqet ky ngjitsi, ngjitet këtu, edhe është super praktike për të futur këto kabuj. Okej, vendosa këtu. T'ju them drejtën, është shumë e rëndë, sepse ka shumë material të mirë, të fortë, edhe këmbët I ka super të forta dhe është shumë e rëndë, mezi kam kthyer, jam kput mes me pak fjalë, po e bëjmë këtë tani live bashkë. Unë e kam vendosur në prizë këtë. Shihni këtu ka edhe këto vendet që dalin fishat për t'i kaluar fishat. Keni në shumë përmasa të tjera, në shumë përmasa unë kam marrë përmasa më të vogël në fakt. Keni një shumë të madhe që mund të punoni për shembull në grup ose nëse punoni në zyrë me bashkëshortin, kështu home office, edhe I përdorni aty, janë fantastike fare. Të veçantë, këtu nuk I ka kod, I ka për arsye se ju këtu mund të vendosni, siç e shihni këtu, fusni USB-n. Keni super funksione te kjo. Keni nivelet, këtu është për sigurinë e fëmijëve. Për shembull, mund ta bllokoni këtë, edhe nuk e hapin dot fëmijët. Ngrini dhe ulni sipas dëshirës suaj, sa e thjeshtë është. Shihni se sa e lartë u bë super e lartë, super e lartë, dhe pastaj mund ta ulni këtu sa dëshironi ju. Tu e tregon se sa është 129 cm e lartë, domethënë bëhet goxha e lartë, shumë e lartë, edhe pastaj mund ta ulni sa doni, siç thash, deri në fund që shkon 63.5, siç e shihni këtu, 63 cm e gjys. Pra siç thash, nëse doni me pak centimetra, për shembull nuk e doni fikse deri në fund ose deri në fillim, e ndaloni me këto, edhe bëni ju sa doni. Flexi Spot nuk ka vetëm këto produkte, ka pafund produkte të tjera super të mira, të cilat unë I pëlqej shumë me thënë drejtën, edhe do t'ja super sugjeroja realisht sepse kanë material shumë të mirë, edhe janë super praktike për të punuar në zyrë, apo dhe këto koltuqe që shtrihen, që hapen, janë super praktik. Janë me vërtet shumë të mira. Nëse kanë këto uljesh, do ju bëj edhe një kod uljesh këtu, por që këto unë super sugjeroj sepse I blini një herë dhe nuk blini më tjetër për vite me radhë, po ju në vazhdim të vlogut. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë çopa Kai në shkollë, Okin tani në kita. O shpirt. Edhe po ikim me shokun tim të vogël të blejmë disa gjëra të tipit të tipit bebelina, se ishim në limit sot, kishim një të fundit që po të kishte ndodhur ndonjë aksident. O jeta mami, dy herë natën do ishim pa fare. Po jemi. Kështu që po ikim njërë tek Rosman, pastaj tek Aldi që të marrim disa ushqime të vogla. Unë kam sonis me thënë drejten, po jem la ime. Por që gjithsesi duhet të ketë marrë ato gjëra bazike të tipit domate dhe kastraveca. Po shoh për një krem dielli për fëmijët. Hajde. Ciao. Ky që tregova herën e kaluar shumë i mirë, pastron perfekt. Një mini supermarket hall. Gjërat e tjera në fakt I çova në përvende, po meqense këto si kisha çuar ende, thash hajt po ja u tregoj. Domethënë thjesht perime, kështu gjëra siç ju thash ju mora. Mora edhe këtë sallatën, këto që I ka qejf Oki, ka shumë qejf. Lule shtrydhe, mente, o shpirt, që the mente që bëj unë atë pijen time me ginger, me lime, me kështu gjërash, moll për fëmijët, këto mollet jeshile për mua, ky që është I preferuari im kur bëjmë spaghetti, brokoli për shpirt për fëmijët, këto I bleva tek Rosman, bleva edhe këto. Ja mama. Bleva këtë kremin e diellit për fëmijët, sepse tani sigurisht fillojnë e përdorin, se fëmijët tani e përdorin. Edhe I duhet edhe për tek shkolla, po unë do t'i luaj paraprakisht në shtëpi dhe mund t'ja jap vetëm kajt me vete, nuk e di, ose të blejnë tjetër. Bleva këtë, ky është këtu. Bleva këtë për trupin edhe ky shumë I mirë. Bleva për mikin pampersa normale dhe këto pampersat night, pants, o shpirt, sepse miki I pi ujë tani natën që kemi heq gjirin edhe I mbush full o dritë, edhe ka rastin në mëngjes I laget pak bluza, kështu që I mora këto night nëse ka ndryshim, nuk e di. Por që këto ishin disa nga gjërat që mora tani me vrap me mik. Floku, të dy floku miki, jemi njësoj me Gjimeqi. Miki po hande po tregon ushqimin. Miki ushqallet shumë mirë. Bëj pak haj. Miki ushqallet shumë mirë me mamin. Atje nuk e lodhi mamin, po mamin e lodhen shumë peshat. Domethënë ngri Miki, ngri peshat.
Edhe kështu. Tani unë bëra një kafe, do e pi se ti që janë azuriora në të gjithë këtu. Hunda, Hunda. Më thoshte mua atje hape, blinde merte ndonjë gjë te dora hape. O zot, hape do të japte të gjitha. Po që japim të gjitha. Është bërë pisë se ka ngrënë lështryde, i ka ngrirë këto lështrydet. Sa erdha i lamba me vrap se donte t'i hante ashtu si qishin, vetëm i hiqte atë gjetën e shile. Ne siç thash do pi kafe në dëshimi pak më vonë. Rekë sot e kemi vendosur emrin perime të kahordisura. Disa shaka, po skuq disa ashtu perime këtu me fare vaj ulliri. Edhe nuk e di sa do të shtojë në fund në një gjizë, të bëj në një gjizë të shpejt se nuk kam gjizë, po do e bëj vetë me qumësh, ose thjesht djath sipër, nuk e di, të pa të bo. Edhe në një salat, edhe do t'i bëj fëmijëve të ashtu shike nagesa, të bëra vetë në shtëpi, edhe kaq, beso jam bollë për drejt. Fëmijëve tani se i mora nga shkolla sapo erdhen, i bëra pak e këto spagetit integrale që janë shumë të mira të shijshme për mendimin tim, edhe bëra pak salcë me avokado, parmigiano, domethënë djath, edhe pak vaj ulliri, i hodha unë, edhe kaq, mund t'i hedhësh shumë gjëra tjera. O ki të lutem. Dhe kjo shijon shumë se kam provuar edhe herë tjetër, po do bëj ndonjëherë në një video që si përgatitet, po nuk ka ndonjë gjë, thjesht një avokado, një lug me parmigiano, një lug vaj ulliri edhe erza pastaj çfarë doni brenda sipas dëshirës. Mirë mëngjes, ka një mëngjes i vrull shumë sot. Orivi sot mikin poshtë tek salloni, edhe nuk e di pse truri im tha sot është dështur. Fëmijët nuk kanë shkollë. Edhe vetëm kur më friti Ivi nga ora 7:20, hajde se vajti vonë për shkollë. Rova fare. Edhe pastaj ashtu vrap bëra gjërat gati dhe i çova fëmijët të dy në shkollë, në njërin kopsh në shkollë. Edhe jemi vetëm ne të tre, nuk e di se çfarë do bëjmë. Ivi thot dalim, ham do mëngjes ose ku di unë, blejmë disa gjëra që më duheshin mua. Por nuk e di me thënë të drejtën, tu bo, se kam edhe disa punë në shtëpi që dua t'i mbaroj ato, pastaj them gjithë pas ditën në shtëpi do jem, çfarë do bëj? Më mirë ti bëj. Sot kam dhe mbledhjet e puna, po Ivi është i dyti, unë e bëj online nga shtëpia shumicën e kohës. Ivi është i dyti, kështu që nuk e di se si do ta bëj me fëmijët do për kamp, po nejse. Do mundohem ta vë fare mikin në atë orarën e gjumë. Ide e mirë. Nejse. Po s'bres tani tiki të shohim se çfarë do bëjmë dhe ju e dini që të ju marr me vete. Erdhëm si përfundim tek aksioni që të blej unë disa gjëra. Me Ivin dhe me Mikin, dalim se koha s'është e mirë fare. Sa më mbaruan punë tani tek aksioni, unë kam marrë ca gjëra super të bukura, besoj dallohet lumturia ime kur blej gjëra të reja, edhe kam marrë shumë gjëra të bukura sepse siç ju thash do e ndryshoj pothuajse totalisht sallonin, se ne deri tani kemi pritur joha se të rriten fëmijët, jo i prishin, jo i bëjnë, por s'po na jepte më motivim mas pastrimi i sallonit. Sallonit e kanë fjalën për dhomën e ndënjës unë. Kështu që morëm disa gjëra shumë të bukura, i pëlqyem të dy, zgjodhem të dy dhe do ta rregulloj sot, nesër, pas nesër do më thënë këto ditë. Edhe kështu tani do ikim të ham diçka dhe pastaj do shkojmë në shtëpi, do ja u tregoj në shtëpi çfarë kam bler ose besoj do të shihni të Baba. Kaluam këtu për të ngrënë diçka, edhe Miki është non-stop pasivit. Baba, sa i keni Ivi, baba. Nga Miki kam shpëtuar unë se Miki do vetëm të ri me Ivi non-stop. Erdhëm në shtëpi, Ivi shkoi që të merrte fëmijët nga kopshti dhe nga shkolla që pastaj të shkonte në punë sepse është i dyti sot, ndërsa unë do filloj me vrap të bëj pak darkën në fakt, jo drekën, se drekën ja kemi bërë gati fëmijëve, por darkën dhe do merrem me të larenet, t'i fus në përvendje sepse nuk u mora sot në mëngjes dhe u bë pak kaos aty. Kështu që le të fillojmë nga punë. Shihni sa e bukur është kjo, do ta montoj unë, do t'ja tregoj dhe vendin ku, pastaj kam marrë këtë pasqyrën e madhe. Është jo. Ka marrë këtë pikturën këtu, poshtë janë dy pikturat e tjera që do t'i shihni që do t'i vendosë muri, doja edhe më të mëdha, po janë okay. Tu ka marrë këto pecetat për të fshirë
kuzhinën, por kam mbështjell këto gjërat e bukura që mora, sepse ato nuk kishin letra. Kam marrë këtë lulën bashkë me vazo ekstra. Kam marrë këtë që ishte për bizhu, do ja u tregoj pastaj këtë, por unë kam marrë për çelsa që të varim çelsat. Kishte edhe varse çelsash, po s'më pëlqejnë shumë ato modele. Këtu pastaj kemi gjëra plot për makinën. Kam marrë një llampë të bukur, shihni sa bukur është kjo. Këtu i kam këto pikturat që në fillim do luaj murin, do ta patinoj mirë, pastaj do t'i vendos, janë të mëdha këto, tek e vogla, këtë të shoh se ku do ta vendos në vend tjetër, që ishte shumë shumë e bukur. Kjo është për tek tavolina e studimit e Kajt, vjet, domethënë ja kam marrë për ngjyrat, për këtu e ka super praktike ka i këtë tek tavolina e tij e studimit. Tani këto ishin disa nga gjërat që i hapa tani. Mora këto kapset që ti kemi për okin fakt kur i kap në një flokë dhe i dalin antenat e balukeve që ka prer vet. Pastaj kjo është për makinën e Ivit. E mora për makinën e Ivit se un kam tek e ime për ero. Kjo pastaj e mora kur të lyej që të mos bëj pis, kisha 3 si këto, po i ka marr Oki, i ka punuar zborin. Ka marr këtë The Pink Stuff, nuk e di, këtë tregojnë shumë të mirë, e mora rastësisht. Me thënë drejtën, tu pa tu bo. Pastaj mora këto që më duhen kur të lyej për vendet e vogla. Për makinën time për Tivit që i mbajmë në makinë për të fshirë, spongjera që t'i kem rezervë kur të pastroj. Pastaj mora këtë për veten time, sa e bukur, këtë ka marrë për të pirë kakaon ose kafen. Edhe këtë ka marrë për të ngrënë kështu të shërë me gjëra siç haun që më pëlqejnë në mëngjes. Këtë pastaj kjo ishte që ju thash unë për bizhu ose gjëra, kurse unë e kam marrë për çelsa, se na duhet një kështu praktike, po dhe e bukur për çelsa, sa ato që janë kështu me ato si home, kështu s'më pëlqejnë shumë. Mora këtë për wallin, edhe besoj se do jeti mirë ky, ta provojmë një herë. Këto që lexojnë këtu gratis testin, mund t'i provoni edhe mund të shkoni tek sajti i faqes me sa mbaj mend unë, se kështu e kam dëgjuar, më duket e Marinela, dhe pastaj të kthehen lekët mbrapsht, prandaj kanë këtë logon. Pastaj këtu mora këtë lulën, siç e shihni, dhe për atë lulën mora këtë vazon. Mora këtë vazon, këtë që shumë e bukur. Doja të blej një qiri të madh, po kam dëgjuar që qirin nuk janë të mirë në shtëpi, kështu që i lash. Po do merr një nga ato të mëdhenj ta mbaj sa për bukurie. Mora këtë siç u thash për sheqerin, dhe kjo llampa se e bukur që është sa më pëlqen. I kam marrë dhe një dritë kësaj. Oki, ku e çova atë dritën ti e ime? Duhet ta gjej se ku e ka çuar Oki. Edhe këto për kuzhinën, sepse i mbaj disa kohë edhe i hedh. Do montoj edhe këtë poshtë, edhe do ta vendos tek pjesa aty e fillimit. Do bëj pak gjellën e mikit, perime me thjeshtëza me të gjitha gjërat, shumë perime. Edhe po ja kawardis pak, pastaj do t'i hedh ujin edhe është okay. Gjithashtu dhe këtë lampën për këtë lampën, për këtë dritën domethënë, këtë lampën për këtë dritën këtu. Atje sot kam parë shumë gjëra që më kanë pëlqyer dhe kam menduar, ta marr këtë, po pastaj më kujtuaj që kam thënë vetes që do bëhemi minimalist. Edhe për këtë arsye la shumë gjëra të bukura që pash, edhe mendova, janë bukur për dekor apo janë bukur për t'i përdorur një herë, por nuk do i kem për shumë kohë, kështu që vendosa mos t'i marr. Edhe siç thash, jam krenare për veten në këtë pjesë sepse nuk mora gjëra koti apo që nuk do më hyjnë në punë, mora vetëm ato gjëra që më duhen, dhe kjo gjë më pëlqen shumë, se siç thash po hedh pafund, kështu që nuk do thotë që të hedh edhe të blej, por të zëvendësoj vetëm ato gjëra që më duhen, edhe ato që më duken të bukura për syrin tim. Këto ishin disa nga rrobat që porositëm tek Next, duket kështu se po e bëj me Blitz. Këto dy kostumet këtu i kisha marrë për Kajin, ndërsa pjesën poshtë për Okin, po ja u tregoj këtu, janë shumë të bukura, nuk janë kostume në fakt, por unë i bëra kështu. Janë bluza dhe streçe, tiket për çdo ditë që shkon në kita, janë 7 palë, 2 i kemi rezervë kështu gjatë javës. Janë shumë të mira, kanë materiale shumë të mirë, i kam marrë dhe më herët si këto dhe i kam shumë qejf, edhe janë fiks për këtë periudhën tani që ndonjëherë bën vapë, ndonjëherë është pak freskët. Ndërsa këto i mora për Kajin, edhe Kajt i kam pasur si këto dhe i ka pasur shumë qejf. Dhe i mora 1-2 kostume, jo shumë Kajt, se Kaj ka goxha rroba që ja kemi bler kohët e fundit, edhe janë shumë të bukura, materialin i kanë super këto të Nextit, unë i pëlqej shumë edhe ja u sugjeroj shumë. Shumicën e rrobave i marrim atje dhe mund të them që nga ato që marrim tek Next janë më të mira nga të gjitha. Saga Pao, Laerti. Na është fiksuar kjo gjithkohës në kokë, edhe pse Laerti ka 100 vjet që ka marruar. Nuk dola njerë nga shtëpia e
E pastër gjithmonë rrobat e mia do jem pise në moment të fundit, do bëj ndonjë harakiri të vogël me mikin. Edhe kështu busa vapset. I gjoj njeri të që mora për makinën. Dhe unë tani do iki tek Lidl se do marrë disa gjëra që më duhen. Fëmijët janë njeri në shkollë, njeri në kopësht. Se e mirë, do i pëlqej shumë i vit këtë. File burush i vogël, që mban aromë. Se e mirë të Dhe i vit këto për të pastruar makinën, e vetë që tha qese për të letë plerat e kalamajve tanë që janë si... Nuk ti që të them, që i bëjmë kësaj makinën se imi apo edhe kjo e i vit. Vetë gjërave që ka marrë, mua në fakt më duhen lule, jo 1, por 2. Po sa, 3, pse 3, po sa? Më të lojnë, beti. Edhe në duhen ja 2 lule të mëdha të bukura të shtëpia, po kisha qef fakti mirë natyrale, se këto artificial kam qef vetëm këto të voglët, se duken gjë ato. Edhe nuk e di tani se qa do bëj, po gjitha në një të Lidl, se Lidl i ka shumë të bukura, i ka shumë të lira. Do me leverdi, edhe më duhen edhe 1-2 kështu të mira për vazon, po jo vazon kështu qeramik. Mund t'jetë qeramik, po duhet të pak lezeqme. Ose do doja shumë që t'ishin si kasht, po ta mama jo kashta tipike. Qise si i ka, po gjitha në një gjithë doja u të rëgoj kur të vise. Një shumë e mirë, haj, të lumë. S'me lë as t'i vendos gushore, as ta ushqeja. Leva tani tek Tedi, ishte shumë e bukur. Kjo 9 euro, më duket gati 10 kështu. Shumë e lezetshme. Bëra tani për drek për fëmijët pak salmon. Ja mami tani dhe këtu po zje disa patate. Vje ka qef kështu të zjera vetëm, ndërsa Kalvin i do që t'ja bëj si pure dhe pëlqen shumë. Kjo është për mikin, kjo është ekstra në fakt se ka edhe gjell me perime dhe me thjerza kështu. Revim bëra këto. Duket kjo si lazanja, po s'është lazanja, kam bërë këto bukuroshet këtu. Edhe i kam mbushur me mbish të grirë, edhe me kështu erza dhe gjëra, domate, ka dalë shumë të mira se provova, duket këtu. Edhe kështu këtë kam bërë për Ivin, ta ketë për 1-2 ditë, se ka qef Ivi, nuk mërzitet me ushqimet në qoftë ha ditë tjetër, për shembull. Vazhdojnë blerjet, kam marrë këto një tapet që kam porositur, me si po presje të hap fakte, hapa parë sa për të parë pakës ngjyrën, por nuk do ta vendos akoma siguri. Më duhet të laj me atë makinerin me avull të gjithë shtëpinë, se shihni këto shenja që kam për fëmijët e parketit, është fshirë me fshes korrente, është bërtrit, por janë njolla që duhen hequr këto. Po do ta shihni të vendosur këtë. Ndërkohë, mbuloj adresën. Ndërkohë këtu kam një tavolinë, po mbuloj adresën, që e kisha porositur dhe ngjyra dukej shumë e bukur online, por kur erdhi nuk ishte as pak e bukur, nuk pëlqeu. Edhe nuk e doja të errët, ishte si errët si ajo që kisha. Kështu që do ta kthej këtë, thjesht më duhet që ta mbyll edhe do ta kthej. Këtu ka ardhur tavolina e televizorit, ajo mobilja e televizorit që mban televizorin, edhe këtë do ta montoj nesër, nuk e di sot apo nesër se ta gjej kohën, me thënë të drejtën, sa vendosa fëmijët gjumë. Ndërsa këtu pastaj është një tip komedine, kështu që e madhe, më duket është 100 ajo kështu e gjerë, ndërsa e gjatë nuk jam shumë e sigurt, ndoshta 70-80 ose më tepër, dhe ka marrë për pjesën sipër, kemi një hapësirë në korridor që është ekstra për të futur në një komedinë apo diçka që është fiks, është perfekt fare ose për dollap. Janë perfekte fare. Kështu që do ta vendos atje, edhe do vendos ato shtresa gjëra që nuk futeshin në dollap apo te komedina tjetër. Kjo është shumë e bukur, mezi presi ta shihni. Nesër jam në punë, sot ka qenë një super ditë e lodhshme. Imagjinoni as këtë bluzën nuk kam heq ende, sapo vendosa fëmijët tani në gjumë, do iki të bëj një të heq komplet make-upin, të ndrohem, të bëj një dush, edhe të presit vivi dhe pastaj do pa të bë mund të montoj këtë të televizorit, se kam shumë qejf me thënë
të drejtën, por që po nesër jam në punë, pastaj kur vi unë nga puna ikën direkt TV, kështu që nuk kemi kohë as të marrim frymë dhe pas ditë unë me fëmijët këto as si bëhet valla. Që ti bëj, sepse dy të mdhej nuk të bestisin, po të bestis miki sigurisht do të preki çdo gjë, kështu që nuk ja vlen as një sekond. Dhe besoj do m'ngelet për nga fundjava që ti sistemoj edhe ti montoj të gjitha, po besoj se do preset e për këtë tjetrën, se sot jam shumë e lodhur, do ketë bëj dush, të shplam, të lahem, të heq make-upin e gjitha dhe të rri si njeri. Si që pat mora të lulen disa gjëra teknike, bazike, të tipit domat djath, dhe mora dhe këto të dyja. Nuk e din qoftë se keni provuar këto. Këto janë kështu si fleta që lajnë rrobat, do më thënë hidhin lavatrice, nga Dr. Beckman, janë shumë, po shumë të mira, nuk e keni iden, janë kështu si fleta, edhe janë në vend të detergjentit, do më thënë janë vetë detergjent. I vendos atje tek rrobat brenda në lavatrice dhe bëhet super pastër edhe mbajnë shumë aromë të mirë, të i kam shumë qejf. Mora dhe këtë finish që hapa, kisha të tjetrin fakt, po thash hajt bë hap të sykyllon shumë mirë. Edhe por këto ja u super sugjeroj. E gjithë kjo pako kushton 5 euro e pak, me thënë të drejtën, ka diku tek 40 fleta. Ta tregon këtu mbrapa se sa duhet të vendosësh për sasinë e rrobave që ti ke. Edhe shumë e mirë, nuk e din nëse nuk e keni provuar, provojeni një herë t'i lani me këto në vend të detergjentëve. Mund t'i hidhni edhe ndonjë kapsul brenda, nëse nuk i besoni 100%, por që unë ndonjëherë i hedh, ndonjëherë nuk i hedh. Shumicën e rasteve nuk i hedh, janë shumë mira. Kjo është universale, ka edhe për me ngjyra, me ngjyra, domethënë për rroba me ngjyra dhe për të bardha. Mirëmëngjes, po vendosur direkt. Unë jam duke ikur në punë, siç thash herën e kaluar, do ikim me makinë, nuk ikim me trena dhe me gjëra, sepse ishte shenjë, kështu që ikim me makinë në punë. So haruam për sot, tani erdha në makinë, do e lidh dhe do ikim me vrap në shtëpi, që të mund të ndërrohemi sepse është Ivi tani në punë. Sa vap që qënë ka. Aty jashtë është efto tani vap. Nese, i ka unë do lidh me telefonin, prandaj si marrë të rrugës dhe bëj karaoke. Bisha kapo dhe do e lidh për Google Mapin, se nuk kam si i këndryshe. Mora sheqerin tim nga Kita. Hajde zemër se vinë makinat shpit. Misolli Ivi që sot këto sa të bukura, se nesër është dita e nënës, edhe misolli që sot, nga që është shtu, nesër është e diel dhe nuk ka ku i merë, plus është në punë. Preferuarim është këtë trëndafili këtu, se i bukur. Ju premtova herën e kaluar tek video që do shihni të përfunduar sallonin, por nuk kemi ende tek përfundimi, sepse si që shihni janë bërë disa modifikime, do ja u tregoj dhe këto me radhë, se di që keni kuriozitet dhe unë kam sa herë shoh këto ndryshimet, por parantez, ky këndi do iki, bye bye, kemi porositur një tjetër, më në fund dhe porozita dhe diqa gjyre kam porositur bezh, Ivi më tepër kam nguli, tha hiqe këtë, tha se e di që ti urren, kështu që ty do iki shpirti vogël, përveç shpirtit vogël do iki dhe zemra vogël këtu, tavolina, sepse kemi porositur dhe tavolinën, po nuk kanë ardhe ende, të dyja ato duhen në një 3-4 ditë të vinë, është shumë e bukur, me zi presi ta shihni, po jo këtu, këtë tapetin e kam çuar thjesht sa për t'ja u treguar ju, sepse do ta ngre, e kam larë parketin, e kam bërë dritë 2 herë sot me atë makinën me avull, por që do ja u tregoj nga afër tani të gjitha gjërat. Po siç thash, këto të dyja do zhduken, nuk kam mbaruar ende transformimi. Nëse shpyesni ndonjëherë për perde, pse s'vendosim perde, ju kam thënë që i kemi hequr sepse kur filloi dhe miki që të rrite i tërhiqte dhe kisha shumë frikë se i bini në kokë, sepse edhe pse thash që i montuam, përsëri ato binin, ishin shumë të lëvizshme, nuk e dim. Nëse tapeti i ri që blem, kam vendosur këto të dyja këtu që të mund të hapet pak sepse nuk hapet. Kjo është karrika e vogël e mikit që është shumë e mirë. Kjo lodra pastaj që ju kam treguar. Dhe ky tapeti është shumë i lezetshëm, e kam marrë kështu, do thoni ju pse, sepse nuk doja më të merrja bezh, do blija një të ri, por nuk doja ta blija bezh ose të bardhë ose pan siç e bleva unë, sepse është shumë e lodhshme ta mbash. Edhe plus fëmijët e bëjnë piercing, ndërsa kjo ka ngjyrat e njollave apo gaboj. Këtu kam bërë këtë ndryshimin, kam vendosur këto panoramat që do kenë shumë bukur, live do kenë edhe më bukur. Kam ende edhe pak për të lyer murin sepse duhet ta lyej edhe më mirë. Ajo boja që u kam treguar unë nga aksioni është super sugjeroj të shtyll fare. Edhe ajo mi mbulon gjitha. Tani, këtu kemi bërë një ndryshim tjetër, kam vendosur këtë, është kjo llampa këtu që do rregullohet pak se si kam rregulluar, dhe kjo lulja. Këtu do vi një kornizë e madhe, shumë e madhe, është një tip foto,
është jo jona, por është një kornizë kështu që duket ekstra që ngjan me këto të tjerat edhe duken bukur. Është goxha e madhe ajo, do vi këtu, nuk e di pastaj se çfarë do shtojnë në një gjë tjetër gjatë rrugës. Problemi dhe këtë të televizorit, siç e pata di që po e montoja unë, është kjo. Në fakt mua më pëlqeu shumë kur e pash, edhe porosita me njëherë, kjo bëri diku tek 180 mbase. Diçka e tillë nuk më kujtohet mirë. Nuk e bleva dhe shumë të shtrenjtë, e bleva mesatare mund të them, por që edhe nëse prishet është okay, por që të duket dhe bukur se më pëlqen shumë dhe shkon shumë me tavolinën, se tavolina ka pak a shumë një njëjtin stil. Pastaj ka vendosur këtë panoramën siç e shihni këtu, që duket shumë këndshëm aty. Këtë se kam rregulluar ende, thjesht e solla çfarë, por nuk e kam rregulluar ende. Do thoni ju pse e ke vendosur atje? Kjo në fakt shkon shumë këtu, por aty janë fishat e internetit. Edhe miki shkon shpesh për t'i hequr dhe po i hoqi ato ikën në interneti dhe kush ishte ato me ta lidh prap. Kështu që kam vendos këtë sepse aty ai ka nxjerr qefin asaj dhe nuk shkon më. Do ta mbuloj edhe këtë pjesën këtu me libra. Këto janë thjesht rëmuj, kam vendosur unë për momentin, edhe nuk do duket. Ndërkohë kjo vazo është me lule natyrale siç e pat. Do vendos edhe një vazo tjetër, si kjo për tjetër këtu, që është pak më vogël. Edhe këtë pjesën këtu do e mbush me lule, thjesht për të zënë atë, s'pëlqen fare kjo këtu. Po do shoh se mund të marr edhe ndonjë stol të lezetshëm që rri si ti pupe aty, nuk e di ç'tu pa të bëj ajo, por kështu duket pak a shumë. Kjo më pëlqen shumë. Më thoni dhe ju, përveç kësaj si thash që do ta rregulloj. Dhe këtë pjesën tjetër, këtë e kemi bër totalisht si zonë studimi për Kain. Ju e dini që unë shumicën e kohës më duhet ta mësoj këtu, sepse ai nuk do sipër, edhe sipër vjen oki, i thot dua të merret dhe unë me ngjyrosje shumë e lodhshme, plus shumicën e kohës jemi pas ditëve këtu, edhe Kai e ka më të lehtë i bëj këtu detyrat, edhe fëmijët luajnë me diçka tjetër, ai bën detyrat, kështu që këtë e kemi bërë si zonë studimi. Këto e keni të dyja siç e keni parë nga Flexispot, janë shumë të mira. Ndërkohë tek muri nuk kam vendosur asnjë lloj gjëje, por kam vendosur gjitha pikturat që bëjnë fëmijët, domethënë ta mbush komplet këtë me pikturat që kanë bërë fëmijët sepse është shumë e bukur. Këtu kemi këtë bukuroshen, i kam larë tyrt, nuk ka ngelur si me nejse. Më pëlqen shumë se si duket këtu, ka dalë goxha këndshëm me këtë lule, pastyra duket shumë bukur. Nuk po dalon se jam si nën e Mortjes. Edhe kjo mbani mend që ju tregova që është për bizhu, por unë kam vendosur për çelësat, edhe duken shumë mirë çelësat këtu dhe i kemi përgati, ndërsa këtu vendosun syzet. Poshtë nuk kam vënë gjë për momentin sepse Miki shkon ulet atje ndonjëherë dhe nëse vendos gjëra unë Miki mund t'i hedh. Kjo nuk është as pak e rrezikshme edhe po të rrëzohet, nuk është e rëndë fare, sepse duhet menduar dhe ajo gjithmonë. Por që po, këto janë pak a shumë ndryshimet që kemi bërë, që duken këndshëm. Këtu kam vendosur vetëm 2 thaset me lodra të fëmijëve dhe lodrën. Do bëhen shumë ndryshime të tjera, me thënë të drejtën, sepse do vi këndi tjetër që shumë i bukur, do vi tavolina siç u thash, do blihet këtu korniza, do blihen edhe disa gjëra të tjera për këtu. Edhe them dhe të blej ndonjë gjë të vogël aty që lëkundet, nuk e di, domethënë për të ulur unë, që ta kemi si më tepër për të zënë atë hapësirën e shëmtuar aty, por që pak a shumë kështu është edhe kështu do duket, por që duket lezetshëm, më thoni dhe ju që duket këndshëm. Tash kemi investuar deri diku, besoj se gjëja më shtrenjtë që kemi bler është divani, ai këndi i ri, ai vajti pak më shtrenjtë, pastaj këto të tjerat ishin normale, le të themi, por rëndësi ka që bëm një ndryshim dhe një rifreskim sepse na duhej me patjetër. Mirëmëngjes, nga momentet e fundit të këtij vlogu, doja ta bëja mbylljen që mos harroja, unë jam duke ikur në punë. Ju falenderoj nga zemra nëse keni ndjekur këtë video që gjithashtu ka qenë gjatë. Ju kam shumë xhan, ju uroj më të mira dhe kujdesuni për veten. Mos harroni të më suportoni me një like dhe një koment, share ose subscribe si të doni ju.